përmendim çështja rreth rregullave të adhurimit prej librit të Luagjis, cilin e lexojmë para namazit. E mas namazit shqip përmbledhja e asaj që është lexuar përpara namazit. Sonte kena fol për rregullën që ka të bëjë kur dikush vjen në xhami me vonesë dhe i gjen xhamatin duke u fal pozicionin e rukus. Ka hitë dera xhamis dhe i ka pa xhamatin në ruku, ç'a duhet me bë? Ebu Bekra radiallahu an, kur i ka ndodhur kjo punë dhe ka hinë xhami dhe ka pa që sahabët me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kanë qenë në ruku, sa ka hitë dera xhamis e ka bën rukun aty ku ka qenë. Dhe duke ecë në ruku, ka ardhur dhe është bashkangjit safit të muslimanëve. Pas namazit i ka tërgu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili i ka thënë zadaka Allahu hirsan wala ta'ud. Allahu ta shtoft vullnetin, mirë po mos e bën më këtë punë. Prej sahabeve, pra ky ishte hadithi. Këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ja ka qujtë të pavlefshme rekatin që e ka xhanë Ebu Bekra. Se thama i rukun e ka bën te dera xhamis. Dhe duke ecë në ruku, ka ardhur dhe i është bashkangjit safit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka urdhëruar me përsërit atë rekat të cilin e ka xhanë me atë ruku. Po ashtu transmetohet edhe prej dy prej sahabeve, Abdullah ibn Zubairit radhiyallahu an, djali i Zubairit radhiyallahu an. Zubairi është djali i hallës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, djali i Safiyes, motrës babait pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e djali i Zubairit Abdullahi i ka fol njerëzve në hutbe dhe i ka thënë nëse dikush për jush vjen dhe njerëzit janë në ruku, atëherë le ta bëjnë rukun aty ku është te dera, dhe ti bashkangjitet safit, sepse ky është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu dhe Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu kur ka dalë një herë në xhami me nxënësin e tij, kanë mrit në xhami dhe pikërisht i kanë gjetë njerëzit në ruku, e kanë bërë rukun të dy bashkë të dera xhamis. Dhe Abdullah ibn Mesudi së bashku me nxënësin e tij kanë ecë në ruku derisa kanë ardhur dhe kanë hinë saf me muslimanët e tjerë. Mas namazit, ky nxënës i Abdullah ibn Mesudit ka dashur të çon kam me përsërit rekatin sepse ka menduar se nuk është e vlefshme. Abdullah ibn Mesudi e ka përdorur dhe thotë ulën najon se e kena xhan namazin tamam. Pra kuptojmë prej tyne që tham se kjo vepër nuk është e përqyshme duke u nis nga fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që mos e përsërit më. Mirë, po nëse dikush e bën, siç e kanë bën sahabët, atëherë kjo vepër është në rregull dhe ti e ke xhan rekatin. Pra nëse të ndodh që ke hitë dera xhamis edhe imami është në ruku e ti e bën rukun atje, edhe vjen edhe ngjitet safi duke ecë në ruku, atëherë ti inshallah e ke xhan atë rekat dhe ajo është në rregull. Mirë, po ma e përqyshme është që mos me bën një gjatë tillë, sidomos ku mund me shkaktu edhe huti tek njerëzit të cilët janë prezent namaz bashkë me ty. Po ashtu lexuam sonte çështjen se muslimani kur është me xhamat kush duhet me drejtu namazin. Bëhet fjalë si rregull i përmendim me radhë. Nëse xhamia është xhamia e rregullt, siç janë shumica xhamiave në krejt botën, ku ka imam të rregullt, ku falen namazet rregullisht, ku falen xhumaja rregullisht, atëherë normalisht që aty dihet se kush e drejton namazin. Mirë, po nëse ndodh që je në udhtim me disa shokë tuaj ose me njerëz të tuaj, apo je nal dikon me pushu në një xhami ku nuk ka imam, xhami udhëtar si i thonë, xhami i cila është ndërtuar për më falë udhëtar. Kush e drejton namazin? Autori ka përmendur një hadith ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i rreshton cilësitë atij personi i cili drejton namazin. E para, ai që din më shumë Kur'an. Nëse janë thotë të dy në Kur'an, bëhet fjalë për sahabët në atë kohë, nëse janë Kur'an njësoj të dy, atëherë ai që është më i lidhur apo më i dijshëm për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse janë edhe në sunet të dy njësoj, atëherë ai i cili e ka bën hijretin më përpara. Kjo vjen për sahabët. Nëse janë edhe në hijret njësoj, atëherë ai i cili është bën musliman më përpara.
Pra kjo është renditja që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kush e meriton me e drejtu namazin nëse janë njerëzit së bashku. Dietarë kanë folur rreth saj dhe normalisht disa prej cilësive, siç është hijreti, nuk është aktuale sot dhe kanë thënë që me thebi Hanefi, dhe kjo është mendimi i saktë, që ai që lexon Kur'an ose që din Kur'an më tepër. Po dietarë të tjerë kanë thënë që nuk mjafton vetëm kjo, por duhet mjaftu kësaj edhe që leximi i Kuranit të jetë sipas rregullave të Kuranit, pra sipas rregullave të leximit. Disa tjerë kanë thënë jo vetëm kaq, por duhet që edhe me i ditë rregullat e namazit kur e drejton një grup njerëzish në xhamat namaz. Sepse nëse është që din Kur'an më shumë, mirë por nuk i din rregullat e namazit, edhe nëse ndodh në një gabim gjatë namazit, nuk din se si me e korrigju, atëherë kjo e shqetëson dhe e bezdis namazin e të gjithëve. Pra nuk mjafton thjesht me ditë Kur'an më shumë, por duhet edhe me ditë rregullat e leximit, duhet edhe me ditë rregullat e namazit. Kanë folur pastaj për drejtimin e namazit nga fëmia. Fëmia i cili e thojnë sabi në arabisht, i cili ka kalu moshën e fëmijërisë të hershme, i ka kalu 6 vjet, mirë po nuk ka arrit akoma në moshën e pjekurisë, 13 ose 14 ose 15. Kësaj moshë i thojnë sabi el mumejjiz, ai i cili i dallon gjanat, edhe pse nuk është rrit hala. Për këtë ka transmetuar autori historinë e Amr ibn Selemes radiallahu an. Historia e tij është e bukur. Ky ka jetuar me një fis që nuk kanë hala musliman. Dhe tregon historinë e Islamit vetë, të cila e kanë pranuar Islamin masi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është kthyer me sahabët në Mekë. Dhe është vendosur Islami në Mekë, thotë e pranoi Islamin edhe populli jam. Dhe thotë masi e kanë pranuar Islamin, obligimi i parë masi e pranon dikush Islamin, i cili është me fal namazin kur t'i vin koha. Dhe kur erdhët koha me fal namazin, më thanë mu duke më shty, del ti falë namazin, ti bano imam, ky ka qenë 6 vjeç ose 7 vjeç. Pse? Kjo është fakt interesant, sepse e dishin thotë që unë sa herë kanë kalu sahabët me karavan, ka lagje aty ne. Ky ka ndëgju Kur'an prej sahabëve dhe ka mësuar përmendsh prej Kur'anit Allahu alem se sa. Ka ditë shumë. Sepse thotë kur vishin karvanet, unë i dëgjosha leximet e tyre dhe arabët në atë kohë, po edhe sot e kanë fuqinë e memorizimit të veçantë. Dhe ai duke dëgju karvanet e muslimanëve tu kalu, duke dëgjuar ata të lexojnë Kur'an, ka mësuar edhe kë. Dhe e dishin thot krejt, edhe pse s'kan kanë musliman hala. E dishin krejt që Amr ibn Seleme din Kur'an më shumë se krejt dhe thot më shtynën të që me drejtu në namazin, edhe prej kësaj, me thebi Imam Shafis është që, dhe kjo është me thebi saktë, mendimi i saktë që lejohet me falë namazin edhe fëmia 7 vjeç, me drejtu namazin nëse e plotson atë që thamë përpara, kushtin që me ditë Kur'an, me ditë me lexu mirë dhe me ditë edhe rregullat e namazit, edhe pse dietarë të tjerë e kanë thujt këtë si të pavlefshëm, mirë po, kjo histori na tregon qartë se kjo ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kanë fol ulemat për drejtimin e namazit prej personit i cili është gjunahçar i hapun. Domethënë ai që quhet fasik në terminologjinë e fikut islam quhet fasik. E bën gjunahin haptas. Domethënë nuk ka marrë. Nëse ky person i drejton tjetër namaz, a është në rregull drejtimi i namazit prej anës tij apo jo? Shumica dietarë kanë thënë është në rregull, edhe pse nuk është e pëlqyeshme. Domethënë, nëse ka mundësi muslimani me zgjedh a më fal me një xhamat ku e drejton namazin një person gjunahçar i hapun, apo një xhamat ku e drejton namazin një person i cili nuk ka gjunahe të hapura, atë kanë thënë më mirë më fal me atë që nuk ka gjunahe të hapura. Për shembull sot kush është gjunah i hapur sot? E cila është sprovë e madhe për shumë prej atyre që drejtojnë namazin. Duhani. Gjunah haptas. Me pothuajse me unanimitet të dietarëve vepër jo e lejuame. Edhe dikush e bën haptas edhe ndoshta është edhe drejtuesi namazit njerëzve. Mirë po, ulemat kanë thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Abu Dharrit, o Abu Dharr radiallahu anhu, si ka me kënë koha me ty
kur ti të falesh mas disa njerëzve të cilët e vonojnë namazin prej kohës vet. Do me thonë nëse dreka është prej 12 deri në 2, ajo fal drekën 2:30. Imam jot I thotë Abu Dharrit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam I thotë Abu Dharrit, imam jot ka me vonu namazin. Dhe me të vërtetë ka ndodhur ashtu. Abu Dharri radiallahu anhu e pyet me një herë, I thotë ç'a më bëone, nëse më gjen kjo punë, ç'a më bën? I thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, falë namazin në shtëpi, në kohën e vet, e kur të vish më u fal me ata, fal edhe një herë dhe për ty është namaz vullnetar. Po ashtu, pra ka tregon se ata e kanë bën gjunahin haptas, e kanë qit namazin prej kohës haptas, megjithatë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka lejuar Abu Dharrin më fal mas tyre. Po ashtu Abdullah ibn Omer radiallahu anhu, djali I Omerit radiallahu anhu, thuhet se është fal mas Haxhaxhit. Haxhaxhi ka qenë një prej prisave të disa vendeve islame dhe ka qenë gjunaqari I hapur. Ka bërë shumë gabime haptas, I kanë ditë njerëzit. Megjithatë, Ibn Omeri radiallahu anhu është fal mas tij, për këtë tregon se namazi mas atij që bën gjunahe haptas është inshallah I saktë. Kanë diskutuar pastaj dietarë gjithashtu namazi pas personit I cili nuk e njeh. Jenon dikon me pushu një xhami rrugtarësh ose ke shku me vonesë dikon një xhami ku do qoftë ajo, dhe ke pa atë 2-3 veta dhe njëri çohet të drejton namazin, a është I thojnë arabisht gjuhën e fikut mesturul hal. Ti nuk e njeh atë person. Nuk e njeh çfarë besimit ka, nuk e njeh, a ban me pyet, mi thon ti cilin hoxhën e gjan. Si mos ta ndëgjoj hoxhën që në gjan ti, ja vën një eks me një herë dhe s'falesh mas ti. Jo, ka thonë normal, nuk ban me pyet. S'ka nevojë. Nëse ti e ke gjetë atë person një vend ku falet namazi, edhe ti e fal mas ti, namazi atë është inshallah në rregull. Kanë diskutuar gjithashtu edhe për drejtimin e namazit të xhamatit prej grave. Kjo temë të dietarët e umetit 99.99% s'ka pas diskutim se nuk lejohet. Lejohet që gruaja, siç ka ndodhur me Aisha radiallahu anha, me Ummu Seleme radiallahu anha, të cilat I kanë drejtuar muslimanët në shtëpitë e tyre në namaz, pra gruaja është bën imam për gratë. Kjo është normal dhe kjo ka ndodhur dhe është e vlefshme. Fjala është për gruaja me drejtu namazin e burrave. E kjo ka dalë në Evropë prej specialistëve të islamit të studiuesve të mëdhenj. Nuk mundën më qujtë ato vende xhamia, nuk mund t'i qujmë xhamia, sepse, siç e thamë, kategorikisht nuk lejohet që më drejtu namazi I xhamatit prej gruas. Mirë po, këto janë ato, mundesh me I qujtë krime shkencore, cilat në islam s'kan kuptim, sepse siç e thash 99.99% e dietarëve kanë mendimin që s'ban, po dikush e ka gjetë një fjalë që e ka folë dikush gjatë 1400 viteve dhe thotë po ka thonë filani që ban. Kjo në islam është sikur mos me ekzistu, domethënë fjala e tij është sikur mos me ekzistu. E ka thonë se ka thonë ai, ku 99% e dietarëve kanë thonë s'ban, çështja është e përfunduar. Mirë po, gjithmonë gjehet dikush që kërkon me përhap këshi mendimesh, cilat janë as pak mendime dietarësh, mirë po, lutim Allahun subhanahu wa taala që muslimanët me udhëzu dhe me mbrojt nga çdo devijim. Pastaj kanë përmendur edhe a lejohet me u fal ai që është udhëtar me atë që nuk është udhëtar. Domethënë udhëtari me drejtu në namaz venalin. Ki shkuti me udhëtu dikon jenal, edhe aty dikush të ka njoft dhe thot urna prej namaz, ndërkohë që ata në tonë shtëpitë vet, vetëm ti e udhëtar. Ti domethënë e fal namazin e drekës 2 rekat, ke drejt me shkurtu. Kanë thonë ban, sepse Omeri radiallahu anhu është fal me në këtë formë. Domethënë Omeri ka qenë udhëtar, njerëzit mas tij kanë qenë venali, e kur e ka marrë namazin, thuhet se I ka thonë çonu plotësoni namazin se na jena udhëtar. Pra Omeri mas I ka thonë selam, I ka thonë atyre mrapa, çonu plotësoni namazin sepse na jena udhëtar. Ata që kanë me Omerin udhëtar e kanë fal namazin 2 rekat, ata të tjerë janë çuar dhe kanë plotësuar namazin. Pra është e vlefshme. E njëjta vlen edhe kur falet personi I cili është venali e drejton
atë që është udhëtar namaz. Vetëm se ndryshimi i cili është, çfarë do të bëjnë që është udhëtar dhe falet mos Zotit shtëpisë, do të më fal krejt namazin. Do të thonë, edhe pse ai ka drejt si udhëtar me fal drekën 2, por kur falet me imamin që është venali, atëherë do të më fal, ashtu si falet imami me fal drekën 4 rekat. Përveç ulemat kanë bërë një përjashtim. Kanë thonë vetëm nëse ai e xen më pak se 1 rekat. Ka ky udhëtari, xhamati tu fal, edhe i ka thonë në fund, në sejdë, ose në teshahud. Shumë prej tabiinëve, edhe Imam Maliku kanë thonë, ky se ka xhan namazin me xhamat. Prandaj ky falet udhëtar. Sepse se ka xhan namazin me xhamat. Sikur ta kishte xhan, obligim e ka ça? Me plotsu 4 rekat. Po nëse e ka xhan më pak se 1 rekat, anë sejdë, në teshahud ose mas rukus, atëherë kanë thonë ky ka drejt, ky është mendimi i Imam Malikut, edhe mendimi i shumë tabiinëve, dhe është mendim i fortë. Ka drejt me fal ky namazit 2 rekat me shkurtu. Ki kujdes, mos i ngatra telat, vetëm nëse e ke xhan më pak se 1 rekat. Nëse e ke xhan namazin me xhamat, atëherë obligim e ke sipas xhumhurit të ulemave, shumicës dietarëve, që ti më plotsu namazin sikur ata që falen vendin e vet. Wallahu ta'ala alam, wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.